Këshilli i Ministrave ka miratuar bonus të veçantë për personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre. Ministri i Financave Petrit Malaj njofton se bonusi arrin vlerën e 150 eurove. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam aktin normativ të fundit të vitit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Disa nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet e cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lek apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Ne do të mbështesim edhe sektorin e bujqësisë, ku fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lek shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet këtij akti normativ, ku do të përfitojë 18 milion euro shtesë mbështetje për ilaçe nëpër spitale. Edhe pushteti vendor do të përfitojë nëpërmjet këtij akti normativ, duke u mbështetur me rreth 1.2 miliard lek shtesë, fonde të cilat do të përdoren për të shlyer detyrimet më të vjetra të prapambetura. Në total, vlera që po ja alokojmë pushtetit vendor është e barazvlefshme me rreth 40% të totalit të detyrimeve të prapambetura që kanë këto bashki. Në fund të fjalës së tij, ministri garantoi se fondet publike do të përdoren aty ku nevoja është më e madhe.